Përshëndetje dhe mirë se vini në këtë epizod të veçantë të podcastit tonë. Sot do të diskutojmë një temë thelbësore për të ardhmen e Maqedonisë së Veriut, integrimin në Bashkimin Evropian. Ky proces nuk është thjesht politik, por një transformim i thellë që ndikon në të gjitha aspektet e shoqërisë, nga institucionet deri tek të drejtat qytetare dhe zhvillimi ekonomik. Do të fokusohemi në dy kapituj kyç që luajnë një rol vendimtar në këtë proces. Kapitulli 23 që ka të bëjë me gjyqësorin dhe të drejtat themelore dhe kapitulli 10 shoqëria e informacionit dhe media. Ky podcast realizohet nga Instituti Pulsi i Demokracisë në bashkëpunim me Radio Jehona. Sot kemi kënaqësinë të kemi me ne profesor doktor Kaltrina Zekolli Shaqiri, zëvendës ministre e transportit dhe lidhjeve dhe profesoreshe gjithashtu në Universitetin Nën Tereza në Shkup. Zonja Shaqiri, mirë se na vini në podcastin tonë. Mirë se erdhët podcastin. Faleminderit për ftesën, kënaqësi të jem këtu sot me mesin tuaj. Ju jeni aktive në dy fusha të rëndësishme në akademi dhe politikë. Për ju personalisht, cili angazhim është më sfidues dhe cili ju ofron më shumë kënaqësi? Unë gjithë investimin tim gjatë gjithë jetës e kam bërë për në akademi, për shkencë, deri në arritjen e përfundimin e studimeve të doktoraturës dhe tani ende jam në ato faza. Gjithsesi po në këtë muaj po bëj aplikimin për të ngritur në thirrje dhe edhe pse jam në pozitën e zëvendës ministres, unë po mbaj ende orë dhe po mbaj komunikimin me studentët në universitet, sepse është rënd të shkëputesh nga një punë që e ke bërë 15 vite. Do thoja që akademia më plotëson shpirtërisht, nuk është vetëm çështja e ligjërimit, por është edhe ajo se si ke mundësi të bashkëpunosh, të ndërveprosh me një brez të ri, të cilët jo vetëm ka nevojë për ligjërata, por ka nevojë edhe për t'i formsuar, për t'i edukuar dhe për t'i pavarësuar, për t'u hapur dyert drejt të ardhmës së tyre. Kështu që sa i përket pjesës pozitës si zëvendës ministre, do thoja që ndodhi spontanisht, natyrshëm, nuk është diçka që e kam menduar, për dallim nga akademia ku e kam ditë se ku dua të arri dhe kam dashur të shtrihem edhe më gjerë si profesoresh universitare, kam patur mundësinë të ligjëroj edhe jashtë vendit tonë dhe kam dashur sa më shumë të investoj në këtë drejtim. Kjo tregon me faktin që para disa jave edhe e botuam edhe bashkë me disa miq kolegë të mi të fushës civile dhe një libër universitar për studentët, do të thotë është pjesë e pashmangshme imja dhe ajo që më plotëson dhe më bën të ndjehem mirë. Tani që jam në politik, këtë pjesë sikur po e neglizhoj pak dhe po e ndjej se çdo ditë më shumë sa më gjatë që jam në politik, po ma merr energjinë, kohën dhe unë nuk po mundem shumë të fokusohem te pjesa e akademisë. Të qenurit në politik nuk është fare e lehtë. Këtë e kam thënë në çdo paraqitje time publike, sepse dua të jem e sinqert, nuk dua ta luaj një grua shumë të fortë që nuk trembet para asnjë thumbimi ose stuhie që sill politika. Është një terren shumë i errët, të cilin nuk e din se çfarë të sjell për dita e re në politik, por që po mundohem ta menaxhoj. Nuk them që ka vetëm negative, dhe pse është shumë një dinamik e lartë e aktiviteteve gjatë ditës, një orari shumë të ngjeshur me punë. Sidomos kohët e fundit. Po, vjen duke u intensifikuar. Sa më gjatë jesh ose më shumë punë hapet, kontaktet zgjerohen, por të fuqizon, të jep mundësi që të njohin njerëzit më shumë, të kritosh kontakte, por edhe duke qenë vetë në politik, arrin të fuqizosh edhe njerëz tjerë, më konkretisht mua që më flen në zemër si një aktiviste për të drejtat e grave, padyshim që shoh se edhe vajza tjera afër meje, gra tjera mund t'i fuqizoj dhe t'ju ndihmoj, t'u lehtësoj përditshmëri. Le të fokusohemi pak në Ministrinë e Transportit dhe Lidhjeve. Gjatë mandatit tuaj si zëvendës ministre, cilat janë rezultatet më të rëndësishme që keni arritur ju dhe si kanë ndikuar këto në jetën e qytetarëve dhe në procesin e integrimit evropian? Nuk do jem modeste në këtë pjesë për vetë faktin se në fillim normal e mora me shumë dilema, me skepticizëm se si do arriju në të gjindem në fushën e transportit, pasi që jam juriste dhe kjo është gërshetot dhe përputhet edhe me Ministrinë e Transportit, por më shumë aty kemi të bëjmë me inxhinier profesionist, por që për këto 10 muaj, 11 muaj më tani që jam në këtë detyrë, unë mendoj se kemi lëvizur shumë. Fatkeqësisht, Ministrinë e Transportit e gjetëm me shumë projekte
të fjetura, shumë projekte të lëna pas dore për dekada të tëra, shumë punë të iniciuara dhe të papërfunduara me një durim shumë të humbur nga të gjithë qytetarët me arsye të plotë. Kemi bërë shumë punë dhe po vazhdojmë të bëjmë shumë punë, edhe sot madje duke ardhur kënde, pash edhe një promovim që është bërë nga ana e ministrit për rrugë të reja që po lëshohen, për ecurinë, dinamikën e plot. Nesër prap do promovojmë një autostradë të re, kështu që vazhdimisht dinamika po rritet. Kemi shumë projekte. Ministria e Transportit është një ndër ministritë më të mëdha dhe më të fuqishme, me më shumë kompetenca në të gjithë qeverinë e Maqedonisë së Veriut. Ato si projekte strategjike i kemi Korridorin 8, padyshim është një korridor që në të gjitha segmentet e tij po zhvillohet shumë, Tetov-Gostivar veç fillon autostradën e re, për 2 vite do të përfundohet, Kërçov-Ohër tani jemi duke punuar që një pjesë ta lëshojmë brenda këtij muaji, pjesa tjetër do të përfundohet deri në përfundim të vitit 2026 dhe është një projekt që është prej, domethënë vitit 2014 i filluar, kështu që ju e bëni llogaritjen se sa vite neve është shumë lënë anash për vetëm 57 kilometra. Mandej kemi edhe Gostivar Bukoj Çandmën, secili segment është me një dinamik kogja të madhe duke ecur para. Kemi rrugën Tetov-Prizren, për të cilën dje e them me shumë krenari isha për herë të 4 ose të 5 në Republikën e Kosovës dhe u mirëprita edhe nga kryeministri Albin Kurti, që shkon me punë konkrete, me rezultat konkret, për vetëm 10 muaj arritëm një marrëveshje që ishte nënshkruar qysh në vitin 2021, neve ta jetësojmë, të krijojmë grupet punuese, ta përfundojmë detyrën projektuese, do thotë po ndërmarrim shumë hapa që tani jemi vetëm në fazën kur duhet tunelin e përbashkët të gjejmë grante ose mënyrë se si do ta bashkëfinansojmë. Sa i përket Shkullac, edhe ky është një projekt shumë i famshëm në kuptimin e keq të fjalës, sepse 10 vite tepër është i lënë anash për 12 kilometra, 2 kilometër që është përfunduar më, ky 10 kilometër që i dytë do ta zbulojmë shumë shpejt, kemi gjetë një zgjidhje dhe do të realizohet se s'bën për kohë shumë të shpejt. Kështu që kemi shumë projekte të ndryshme, kemi mandej edhe kredin tani që morëm nga mbretëria britanike dhe një pjesë të madhe të mjeteve, nga 6 miliard euro, do të shfrytëzohen për zhvillimin e hekurudhave, të cilat i kemi has në gjendje të mjerueshme. Ka shumë ngecje, prandaj edhe buxheti, pjesa më e madhe e buxhetit do të destinohet për përmirësimin e infrastrukturës hekurudhore. Por kur jam në ministri, se ishte pjesa e dytë e pyetjes, unë shumë të rëndësishme i kam edhe ato momentet e vogla ose ato ndihmat e vogla që për mua ndoshta janë një shërbim i vogël për një qytetar, por për dikënd është një ndihmë dhe një shtyrje shumë e madhe. Mundohem që detyrën si zëvendës ministre mos ta marr vetëm si pushtet që më është dhënë, por ta marr si një detyrë me përgjegjësi, me ndershmëri, që dikush të mirëpret në zyre, ta përgjigjet në telefon edhe të dëgjon, edhe jam shumë e motivuar dhe ndjehem shumë mirë kur dikush vjen në zyrën time dhe unë arrit ta ndihmoj. Por edhe ata që nuk arrit të ndihmoj, e dinë se vërtet arsyen konkrete pse unë nuk arrit ta ndihmoj, ndoshta është teknike, ndoshta nuk kam patur aq fuqi, por ata e dinë se me të vërtet i mirëpres. Kështu që patjetër që qoftë në interes të përgjithshëm, siç janë projektet të cilat i tangojnë dhe i prekin të gjithë qytetarët e Maqedonisë së Veriut, qoftë edhe për shërbime individuale, unë mendoj se ndjesia që më jepet është shumë e mirë kur bëjmë punë të mira. Sipas jush, cilat janë arsyet kryesore që ngadalsojnë këtë proces? Janë të shumë fishta, e kemi fjalën për eurointegrimet. Janë të shumë fishta, mendoj që janë të shtresuara, mendoj që politika e kaluar nuk është se është përkujdesur shumë dhe ka patur shumë të rëndësishme procesin e integrimit në Bashkimin Evropian. Unë kështu vlerësoj nga të gjitha raportet që bëhen nga Bashkimi Evropian, kemi dëshmuar të gjithë se asnjëherë nuk është se ka patur ndonjë progres të dukshëm, dhe kur të vjen një raport negativ dhe të evidentohen se cilat janë ato mangësi ose fusha, sfera ku ne duhet të ndikojmë dhe nuk ndikohet në vitin e ardhshëm, tregon se është marrë me jo seriozitet. Unë mendoj se faktor kryesor patjetër duhet të jetë korrupsioni, i cili është në një nivel shumë të lartë, ka qenë në Maqedoninë e Veriut, dhe shohim edhe njerëz të cilët po përgjigjen dhe do përgjigjen edhe më tutje për këtë vjedhje që kanë bërë gjithë qytetarëve dhe të gjithë taksapaguesve të Maqedonisë së Veriut, dhe
Unë mendoj se tani e kemi marrur me shumë seriozitet, me shumë përkushtim, dhe kjo nuk është vetëm për të thënë fjalë boshe ose për të bërë show këtu, por me të vërtetë jemi duke shikuar që çdo humbje të besimit edhe nga Bashkimi Evropian, pasi që mund të flas nga spektri i Ministrisë së Transportit, neve humbëm besimin edhe nga Banka Evropiane për zhvillim, edhe nga Banka Botërore për investime të mundshme në Maqedoninë e Veriut ose edhe për kredi të ndryshme, e shoh se tani ata po na trokasin vetë në derë dhe po shohin se mjetet të cilat na adresohen neve po i shfrytëzojmë, po i promovojmë dhe atyre po i ushtohet edhe vullneti për të na ndihmuar. Kështu që unë mendoj se këtu duhet të punojmë bashkarisht, jo vetëm si qeveri, si politik, por duhet patjetër dhe sektori civil edhe media, të gjithë mendoj se jemi aleat strategjik për ta arrit pak besimin e qytetarëve në institucionet shtetërore. Domethënë problemi është i brendshëm, mirë, po a nuk janë edhe mungesa e reformave për shembull, apo ndoshta është edhe ndërlikimet politike dhe diplomatike me vendet anëtare të BE-s? Është evidente dhe nuk duhet ta mohojmë që kemi edhe ngërçe diplomatike. Kjo është e vërtetë, edhe janë çështje. Rastin e kemi më Po, janë çështje senzitive. Çështje kryesore që është problemi. Domethënë janë çështje senzitive. Është e vërtetë edhe nuk duhet ta mohojmë këtë. Çështja është se si duhet ne ta trajtojmë këtë problematik, se si duhet të punojmë në këtë drejtim që të eliminohen të gjitha pengesat e mundshme ose të arrihet një zgjidhje e cila realisht është duke na penguar shumë për të antarësuar në Bashkimin Evropian. Dhe unë mendoj se si qeveri duhet të gjejmë, e dim që e kemi edhe mandatarin që është pjesë e koalicionit së bashku me Vlen, dhe ata janë të prekur në identitetin e tyre, ndryshuan emrin e shtetit, dhe normal që tash çështja e kushtetutës është gjithashtu diçka shumë e madhe për të bërë diskutabile dhe kërkon pak një periudhë më të gjatë për ta gjetur një zgjidhje që është më pak e ndjeshme për të gjithë qytetarët. Çfarë roli mund të luajnë mediat dhe shoqëria civile për të ushiruar presion mbi politikbërësit dhe për të avancuar këtë proces? Presion është ndoshta është edhe pjesa e presionit, unë mendoj që më mirë do ishte një bashkëpunim. Neve nuk duhet të shohim mediat në aspektin negativ, si presion bërës, ose në mënyrë indirekte apo direkte. Do të thotë unë patjetër mendoj se çdo proces, qoftë për eurointegrime, qoftë në aspekte tjera të funksionimit ose mos funksionimit të shtetit, patjetër që shoqëria civile dhe mediat e kanë rolin shumë të rëndësishëm. Mediat e lira duhet patjetër që kjo e drejtë fundamentale, si është e drejta e lirë e shprehjes, e drejta e lirë e mediave dhe gazetarëve, duhet sa më shumë të punohet në atë drejtim dhe sa më shumë jepet një suport, një përkrahje mediave, qoftë edhe nga qeveria, por edhe të shtregojmë një shembull se si ne bashkëpunojmë me mediat, kështu që unë mendoj se neve si qeveri deri tani nuk është se kemi treguar ndonjë konkret. Ndonjë pengesë ose nuk kemi qenë të hapur ndaj mediave për çfarëdo lloj deklarate ose shprehje të përgjegjësisë, transparencës së plotë ndaj mediave. Shembull, me gjyqësorin kohëve të fundit, po këto 1 vit, 2 vite gjithmonë diskutohet shumë probleme, shumë tema, janë hapur shumë, madje gjyqësori është ndoshta 30% i lajmeve ka qenë. Po si e vlerësoni aktualisht gjendjen e sistemit gjyqësor në Maqedoninë e Veriut? A ka ndryshuar tash? Sistemin gjyqësor e kemi gjetur shumë të politizuar, dhe kjo është fakt, edhe të gjithë e dinë dhe e besojnë. Të gjitha raportet e Bashkimit Evropian, përqindja e saktë mos më sini për fjalë, por është dikun deri 2%, me sa e di një raport pa ta lexuar që është deri në 2% vetëm besueshmëria në sistemin gjyqësor. Fatkeqësisht, edhe pse ndoshta si zëvendës ministre, edhe nuk është mirë që të shpreh këtë pjesën personale, por edhe vetë janë ballafaquar këto vite me një gjyqësor i cili është shumë i politizuar dhe në momente më të rënda, tragjike, personale, e kam pa që askujt nuk i intereson dhe nuk do arrish tek të trokasësh tek e drejta, në qoftë se nuk përdor mekanizma të tjerë. Kështu që kjo është për fat të keq kështu. Unë mendoj që si jurista dhe si profesoresh universitare, së pari duhet juristët dhe rinin ta edukojmë ndryshe, t'ju japim një bindje dhe një përkrahje se nuk duhet të varen nga partit politike, por duhet ta shohin domethënë sistemin juridik si një drejt fundamentale që duhet i takon secili qytetar. Mendoj që jemi duke ndërmarrë dhe kemi qenë shumë të zhurmshëm si qeveri në këtë aspekt për të munduar që ta depolitizojmë çdo institucion shtetëror.
por nuk është e lehtë. Dhe këto janë, domethënë falni, janë rënje shumë thellë dhe nuk është e lehtë sepse ju e dini se politika dhe gjyqësori janë të ndara dhe nuk duhet të kemi asnjë lloj presioni dhe duhet të besojmë, mirë po është një vërtet e hidhur që të gjithë e dëshmojmë në raste të shumta ku shumë njerëz të pafajshëm po dirgjen burgjeve dhe janë shumë shqiptarë të cilët me pafajësinë e tyre janë ende janë në pranga dhe nuk po arrin të shohin familjet e tyre, fëmijët e tyre dhe gjithë jetën po e kalojnë. Për 20 e sa vite kemi patur parti politike shqiptare që ka dalë nga lufta, që ka dalë nga shqiptarët të cilët janë mohuar disa të drejta dhe për fat të keq 20 e sa vite nuk kanë arritur të mbrojnë shqiptarët në ato momente kur më së shumti kanë pat nevojë. Në opinion edhe ka mendime të tilla se do të thotë ligji ka mbetur vetëm si shkronjë të vdekur në letër. Do të thotë mungesa e praktikës, do të thotë anës pragmatike, do të thotë juridike, bajegi ka munguar tek ne në Maqedoni. A mund të ketë ndonjë ndryshim, për shembull ju përmendët se do të thotë ju keni marrë disa masa si qeveri tashmë e re. Mirë pritet ndonjë ndryshim sepse po flitet me Këshillin Gjyqësor, ka shumë zënë, ka pastaj edhe disa sende tjera. Unë nuk e di, ndoshta edhe është opinioni im, mirë po nuk mund ta them se është opinioni im, por prap thuhet se prap po mbetet gjyqësori në një mënyrë në kthejtrat e politikës. Çdo qeveri që vjen do të thotë sikur kur e merr në kthejtrat e veta gjyqësori. Ju jeni duke i bërë këtë apo jo? Unë bind që me them që neve nuk mendoj se duhet ta përqojmë atë shembull. Unë mendoj se është bërë shumë gjatë në çdo aspekt, që qytetarët janë aq të lodhur, aq të demoralizuar. Për këtë do të thotë kemi shumë shembuj negativ në gjyqësorin ton dhe ajo çfarë neve po bëjmë, po mundohemi që të paktën ata persona të cilët janë në këto raste të montuara, të mundohemi të gjejmë një zgjidhje, dhe kjo nuk më takon tani dhe të flas më shumë në këtë temë, por që e di se po punohet në atë drejtim dhe mendoj që shansi i fundit për neve, shpresa e fundit është e drita në fund të tunelit, që neve t'ju japim një zgjidhje dhe një shpresë qytetarëve dhe unë bëj shumë si Kaltrin, uroj që kjo të jetë kështu. Dhe nuk dua të besoj ndryshe. Janë reformat e ndërmarra deri tani të mjaftueshme për të garantuar një sistem të pavarur gjyqësor? Është herët të flitet, sepse sistemi ky është një proces, nuk bëhet brenda ditës, nuk bëhet brenda natës, po punojmë në çdo aspekt të çështjeve ligjore, sidomos në fushën tani po flas të transportit, po shoh që çdo përmirësimi i ligjeve, ndryshimi i ligjeve po bëhet për t'u lehtësuar qytetarëve ato pengesa, mangësi që i kanë patur në aspektin e transportit dhe jo vetëm duke dëshmuar dhe duke qenë pjesë edhe e kuvendit, seancave të kuvendit të Maqedonisë së Veriut për t'i mbrojtur në komision e ligjet që propozohen nga ana e Ministrisë së Transportit. Normal që jam e njoftuar edhe me ligje të tjera që propozohen dhe unë mendoj që kjo është një proces që është nisur, lëvizin, por që patjetër që nuk është një punë që bëhet për shumë shpejt. Sepse nuk dua të tingëlloj gjithmonë që sulmoj opozitën ose diçka të tillë, por një dëm që është bërë 23 vite nuk mundi të vjen në vend dhe të përmirësohet për 10 muaj. Është e pamundur dhe s'kemi shkop magjik dhe kjo është vërtet duhet të jetë, mendoj, të hasë në mirë kuptim nga të gjithë. Nga përvoja e vendeve tjera që kanë kaluar këtë proces, pra cilat hapa janë më urgjente për të siguruar një gjyqësor funksional që i plotson edhe standardet europiane? Unë mendoj, po. Përvojë kemi ka shumë shtete europiane, të cilat ju kanë bashkangjitur Unionit Evropian kohëve të fundit, janë detyruar patjetër të ngutën të shpejtojnë në reformën e gjyqësor, ndryshimet i bëjnë qëllimisht që ta zënë trenin e fundit, momentin e fundit. Si duket ne pak mos po ngecim këtu, kemi mbetur në atë çështjen e tranzicionit. Do ta kapim trenin e fundit apo jo? Po, uroj shumë. Unë mendoj se Maqedonia e Veriut kishte nevojë për një ndryshim. Nuk them se jemi më të mirët, më të pagabueshme dhe ne jemi në një fazë testimi, por unë mendoj se duhet që politika t'ju lihet pak gjeneratave më të reja, ndoshta edhe më që kanë pa më shumë, kanë ecë më shumë, bëjnë një frymë të re, kanë një bagazh, dinë të bëjnë një krahasim, dinë të bëjnë një dallim, kanë shkallësitë e tyre, edhe nuk kanë një bagazh të korrupsionit prapa tyre, edhe e shohin këtë punën e një funksioni, një pushteti që është dhënë, siç e thashë në fillim të emisionit, me shumë modesti, edhe me përkushtim në punën që ju është dhënë. Dhe nuk e shohin si diçka, se neve kemi shumë shembuj kur e kemi marrë me shumë të shprehim në gjuhën e popullit me shumë ndjemalsi, çallëm dhe ku na solli ajo. Kështu mendoj që ne duhet të mësojmë nga ajo, ndërsa përparësit
kemi aq shumë mangësi në gjithë pjesën e gjyqësorit, edhe unë mendoj që na duhet shumë punë për kushtim, vullnet, transparencë. Unë mendoj se qytetarit din të vlerëson, tani më të rinjt janë shumë më të avancuar, më të ditur, më të shetitur, dhe kjo është shumë diçka e mirë, është edhe të informuar, kjo është edhe teknologjia, është e vërtetë, të informuar, rrjetet sociale i kanë bërë shumë dhe janë shumë të e shprehin mendimin e tyre, janë shumë të zëshëm, e shoh edhe nga studentët, janë shumë të zëshëm, e shprehin atë çfarë mendojnë, edhe unë inkurajoj të jenë kështu, qoftë edhe kur është për vërejtje dhe për kritika, edhe nga unë për mua personalisht ose për këndo qoftë, po ata e shprehin atë dhe din të penalizojnë. Din të jenë kritik. Din të jenë kritik, edhe unë e mbështes këtë, edhe mendoj që vetëm puna flet më mirë për ne. Unë uroj që mos të flasim shumë për se çfarë do bëjmë, po puna do ta dëshmon atë çfarë neve kemi premtuar. Flasim punët. Kjo. Si vlerësoni nivelin e aktual të digitalizimit të shërbimeve publike në Maqedoninë e Veriut? Unë mendoj se këtu ka shumë ngecje dhe shumë për të bërë. Unë mendoj se këtu është folur shumë për digitalizim, kemi dëgjuar edhe si qytetarë të thjesht shumë projekte ku gjithçka në shumë sektore digitalizimi, po kur e sheh në praktik për gjëra shumë të vogla banale, ajo nuk realizohet. Një sistem, kemi institucione nga aty ku vijun, të cilët janë në aq gjendje të mjerueshme, po filloj nga posta e Maqedonisë së Veriut, ishte një ndër vizitat e para kur i bëra si zëvendës ministre, sepse është një institucion që është nën ministrin ton, edhe unë ende jam e tmerruar nga kushtet që kam has aty, deri në nivel të lidhjes së një karrike për tavolinë për mos ta marr dikush, mos ta vjedh. Çarkullonin disa pamje në lajm. Po, ato janë domethënë dhe mund ta kuptoni se ku është digitalizimi, avancimi, gjitha këto, flasim për post, për një shërbim që të gjithë qytetarëve ju duhet, edhe çfarë ngjecje kishte në këtë proces. Jo vetëm, janë edhe hekurudhat, edhe ato do thotë janë në gjendje të mjerueshme që ndoshta edhe një kafsh, një shtaz nuk do jetonte në kushte të tilla, dhe për to do të ishte degraduese. Kështu që digitalizimi vetëm është përfolshëm, por nuk është bërë shumë. Edhe unë mendoj se tani ne duhet, edhe këtu kemi një frymë të rinj. Pritet reforma. Po, patjetër që pritet dhe një prej strategjive kryesore dhe premtimeve që është bërë prej nga qeveria jon është edhe digitalizimi, decentralizimi, dhe kur kemi decentralizim, edhe ky decentralizim duhet të jetë në formën më të mirë të dur përmes digitalizimit dhe lehtësimit të jetës së qytetarëve. Edhe me këtë kredin që e përmenda nga Mbretëria Britanike, neve kemi parapa shumë në aspekt të decentralizimit. Edhe nga Ministria e Transportit, në ato projektet e shumta, e shoh që kemi shumë projekte që kanë të bëjnë me digitalizimin e pikave kufitare, one stop shopit, digitalizimit të gjitha pjesës së autostradave për detektim më të lehtë të pengesave rrugore, të shkeljeve rrugore e kështu me radhë. Unë mendoj që digitalizimi u lehtëson jetën qytetarëve, u bën shumë akomode, unë mendoj që u kursen shumë kohë, ju kursen mjete, por edhe mendoj se keq përdorimet mund të monitorohen shumë më lehtë dhe më mirë. Kështu që, po, mendoj që duhet edhe në këtë drejtim të punojmë shumë dhe mendoj se jemi ende mbrapa. A kanë marrë institucionet këtë si procesin si prioritet, apo ka rezistencë për shkak të interesave caktuara ende? Nuk mund të them që nuk ka rezistencë, dhe kjo fatkeqësisht është për shkak të personave të cilët kanë përfitim ose ju konvenon të mos ketë transparencë të plotë. Dhe gjithë kjo mundeni ta kuptoni sepse bëhet kështu, se më le djen deri tek keqpërdorimi edhe tek korrupsioni. Por unë mendoj që këtu duhet të jemi ekipe tërë, nuk duhet të jemi vetëm ne si qeveri, këtu patjetër që na duhet zëri rinis, na duhen sektori civil, që në Maqedoninë e Veriut është shumë i zëshëm, edhe ju jeni një prej tyre, edhe ky podcasti juaj është një prej atyre mënyrave ku ju adresoni problematika të ndryshme, i diskutoni këto, përcillen deri tek të gjithë qytetarët, dhe unë mendoj se bashkarisht neve mund të arrijmë që ti detektojmë të problematika, të bashkëpunojmë si qeveri dhe bashkarisht ti tejkalojmë ose ti modifikojmë dhe ti përmirësojmë situatat e tilla. Çfarë përfitimesh konkrete do të sillte një transformim i plotë digital për qytetarët dhe administratën publike? Siç e përmenda, lehtësim në kohë, lehtësim në komoditetin e tyre,
ecuri më shpejt. E dini se kemi një sistem që për gjithçka presim shumë gjatë. Është një hierarki, një birokraci e papar kur kemi nevojë për një dokument nga më të thjeshtë, dhe unë mendoj se kjo do ta lehtësonte shumë më shumë, por edhe në aspektin e mjeteve të cilat do t'i harxhonin qytetarët, do t'i kompenzonte ata shumë më lehtë kur e nxjerr në mënyrë digjitale se sa në kështu të jetë në mënyrë teknike siç bëhet deri tash, mekanike, m'falni, por gjithashtu edhe unë mendoj se kur është gjithçka e digjitalizuar, siç e përmenda e parës, mendoj se transparenca është më e madhe, edhe monitorimi për çdo keqpërdorim është më i madh. Cili është roli i medias? Tashmë jemi në medium dhe duhet patjetër të parashtrojmë këtë pyetje. Cili është roli i medias dhe i shoqërisë civile në informimin dhe edukimin e qytetarëve mbi avantazhet e digjitalizimit? Jo vetëm avantazhet e digjitalizimit, do thoja se roli i medias, fuqia e medias është shumë e njohur për të gjithë, keq për ata i cili nuk e din se çfarë fuqie dhe çfarë zëri fuqishëm janë mediat, edhe unë mendoj se duhet ta mbaj mirë me mediat dhe gazetarët, se nuk na del mirë. Mendoj që me të vërtet duhet i shohim siç e thash, si bashkëpunëtor. Duhet i respektojmë shumë, e shoh se mediat gjithmonë janë aty prezente edhe për të na promovuar dhe për të na ngritur, por dhe është e kundërta dhe na kritikojnë dhe na sulmojnë edhe kur është e nevojshme, dhe pse jo, unë jam e hapur për këtë. Kështu që unë mendoj se padyshim që zëri i lirë është një ndër të drejtat fundamentale, dhe si profesorish universitare që nga fusha e studimit tim, e ekspertizës time janë edhe të drejtat e njeriut, unë mendoj që është e drejtë fundamentale kushtetuese dhe mendoj që duhet ta respektojmë, dhe mendoj se si qeveri bashkëpunimi me mediat është i shkëlqyeshëm, e shoh nga struktura më e lartë e qeverisë, qysh nga kryeministri, zëvendës kryeministrat e tjerë, kemi një bashkëpunim shumë të mirë me mediat, jemi shumë të hapur me ta, kemi një bashkëpunim të plot, dhe unë mendoj se kështu duhet të vazhdojnë edhe në të ardhmen, dhe padyshim janë bashkëpunëtorët tanë më të afërt. Zonja Zekulli, faleminderit shumë që prezantuat podcastin ton. Faleminderit shumë. Ishte kënaqësi, ishte shumë kënaqësi të jem sot në Kumanov dhe të bashkëbisedoj me juve. Shpresojmë se edhe herave tjera do të takohemi do të në këtë medium. Uroj vetëm për punë të mira dhe për projekte të reja, patjetër, dhe gjithçka që sot përmenda dhe premtova diçka nga ato, uroj që radhës tjetër të vi me rezultate konkrete. Faleminderit. Dhe kështu erdhëm në përfundim të këtij epizodi ku diskutuam çështje kyçe lidhur me integrimin evropian të Maqedonisë së Veriut, rëndësinë e një gjyqësori të pavarur dhe sfidat në realizimin e reformave, rolin e medias dhe shoqërisë së informacionit në forcimin e demokracisë, bllokadat politike dhe diplomatike që ngadalsojnë procesin drejt BE-s, digitalizimin si një mjet për rritjen e efikasitetit dhe transparencës. Ky është vetëm fillimi. Në epizodet e ardhshme do të kemi ekspert, gazetar dhe aktivist që do të thellohen më shumë në këto tema të rëndësishme. Në ndiqni në Radio Jehona dhe në platformat tona online për mos të humbur asnjë epizod. Faleminderit që ishit me ne dhe mos harroni erdhmi evropiane varet nga ne. Deri në episodin tjetër qëndroni të informuar dhe të angazhuar. Përshëndetje nga ne. Mirëmbëjtje.